Dita e rena fak e re, më të thonë. Edhe se çka do ndodh, është me dorën e deputetëve. A keni siguruar? Kom kona fok e rej për Albulin Haxhiun, që janë apo më zgjedh ajo. Unë thash edhe herën e kalume që qytetari i Kosovës edhe gjykata kushtetuese ka vlerësuar që kryetari i kuvendit i takon partisë ose koalicionit fitues, edhe është i vetmi që ka të drejtën e nominimit dhe të propozimit. Edhe është e pa drejtë që parti tjera që nuk e kanë fituar këtë drejtë me kërku të drejtën e tyre brenda llojit, këtë rast brenda lëvizjes vetëvendosje dhe partnerëve të saj. Kështu që kurdo që ata vlerësojnë që në një kërkesë të tillë që brenda llojit me përgjigj emra, vendosin për një gjë të tillë, i kontribuojnë Kosovës edhe themelimit të institucioneve të reja. Tash Çka nëse votohet prapa, do të ketë një propozim të ri nga ana e vendosës apo si do të votojnë? Propozimi mbetet i njëjtë edhe unë nuk besoj që është në interes të Kosovës që të vazhdojmë të zvarritëm konstituimin e Kosovës. Këtë rast institucioneve të Kosovës, sa më shpejt që opozita bindet se është e drejtë ekskluzive e lëvizjes vetëvendosës që të ketë kandidatin për kryetar të kuvendit, ne do të kemi zhbllokim të situatës edhe themelim të institucionave. Gjatë këtyre 28 orëve me partitë e tjera për zhbllokimin e situatës? Po, bisedimet nuk përfundojnë asnjëherë. Bisedime mund të jetë edhe mes takimeve të ndryshme, po njëkohësisht pjesë e diskutimeve është edhe ky komunikim që ne po e bëjmë përmes jush, përmes mediave. Komunikim ndërmjetësim. Po, do të me rëndësi që mesazhet me u përqu edhe besoj që opozita e ka mundësinë sot prap me e fillu mirë javën duke reflektuar. Faleminderit shumë. Muj me prit me vazhdu çdo 48 orë. Po, a mund me prit që me muj më të vazhdu që kjo situatë e njëjtë. Kjo është do thotë pyetje hipotetike për cilën nuk as nuk e di, as nuk mund ta mendoj. Po as ne nuk jemi të lumtur që po detyrohemi që të mblidhemi çdo 48 orë. Është në dorën e opozitës për shkak se edhe një herë shumë e rëndësishme me potencu që vota kundër nënkupton votë për bllokimin e institucioneve. Momenti kur futemi në afate kushtetuese për themelimin e institucioneve, këtë rast të qeverisë, atëherë është vota politike e domosdoshmërisë që ne të kemi qeveri edhe të koalicion ose aspektin e mandatarit të ri të qeverisë, ku mandej është tema për diskutim, ku mundën mu involvu gjithë akter, ku jo domosdoshmërisht kuptimin gjithë përbërja e qeverisë duhet të jetë nga partia fituese e shumë tema. A si mendoni tuaj për me ndrum kandidatin për shkak që ata kanë kërkuar për kandidatit për me votu? Nëse ndrohet kandidati zonja Haxhiu, atëherë opozita votani, kanë propozuar dy emra, është edhe në dorën e ju? Jo, nuk është në dorën e ty emrat brenda lëvizjes vetëvendosje, se atëherë me logjikën e njëjtë, atëherë ne duhet të përcaktojmë se kush duhet të jenë nga partitë opozitare emrat për nën-kryetar të kuvendit. Kështu që nëse futemi në këtë cikël se kush duhet me e ka të drejtën për me propozu kandidatin për kryetar të kuvendit e ka vetëvendosja, drejtën për nën-kryetare ka mandej PDK dhe LDK, kështu që ne nuk përzihemi se kush do të jetë emrat për nën-kryetar të kuvendit të Kosovës nga partitë tjera. Ta që si një të lumtur me situatën, pa jeni në depresion, se një deputet tha që jena në depresion se po mbledhemi çdo 2 ditë me historinë e njëjtë. Gjendja depresive, atëherë nënkupton që dikush do të më shku me u trajtu tek institucionet shëndetësore, ne nuk e kemi ato, nuk kemi lumtur që nuk po arrim që Kosovës t'i dham institucione, për këtë po kërkoj me mirësi reflektim nga partitë opozitare. Ditë mbarë.